Jam vërtet emocionuar që ndodhem këtu në Forum, që është qendra më e rëndësishme e koncerteve në Milano, ku kam performuar që në vitin 91 nga Frank Sinatra, Madonna, deri tek Whitney Houston e Celine Dion. Pak ditë më parë këtu ka qenë Jovanotti për të dhënë koncertin e tij, kanë kënduar të gjithë hyjet e muzikës italiane, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi dhe sot për herë të parë një artist shqiptar ngjitet këtu në këtë skenë në një super eveniment dinjitoz ku 15.800 bileta janë bërë sold out 2 muaj përpara datës së sotme. Po ndodhen shumë gjëra të bukura këtë javë në Shqipëri, kemi nga njëra anë shkodrën elektronike për cilët kemi pritshmëri maksimale. Gjithë Evropa i ka syt drejt performancës së shqiptarëve dhe këtu Alban Skënderaj ka mbërthyer dhe ka marrë vëmendjen e mediave italiane dhe sot ka bërë bashk gati 16.000 zemra shqiptarësh për t'i kënduar jetës dhe dashurisë. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij projekti si realizuese e dokumentarit serisë së parë të Meet the Artist, që është rrugtimi i ri që nis në kanalin Klas Media në YouTube, duke filluar nga java tjetër në këtë edicion ekskluziv. Miriam dhe Alban, si mikja dhe bashkëpunëtarja juaj në shumë projekte të përbashkëta që kemi pasur, jam shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Uroj suksese sot. Edhe kam një copës Shqipërie të bashkuar përpara syve, do iki tani të takoj gjithë fansat jashtë. Ky do të jetë një dokumentar fantastik ku janë edhe të afërmit e Albanit, fëmijët të përfshirë, familja e tij, kolegët dhe të ftuarit special, Ledri Vula, Tru Kapo, Elgi Doda dhe vetë Miriam Cani. Na ndiqni javës tjetër, ky është vetëm një ngacmim i vogël. Suksese!